Shkarkimet në administratë dhe pasoja që mund të sjellin këto vendimarrje tek statusi i kandidatit për Shqipërinë kanë dominuar diskutimet në seancën kuvendore të sënjtes. Ish-kryeministri Sali Berisha tha se qeveria mes pastrimet politike po rrezikon statusin e kandidatit, por ish aleati i tij në qeveri si Ilir Meta i kujtoi se një vendim pozitiv i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian nuk varet vetëm nga plotësimi i kushteve. Ky shkak që një grup vetësh për fatkeqësinë tonë po hezitojnë dhe janë në hezitim, që e din dhe vetë zoti kryetar nga turi i fundit që bëri, për të mbështetur statusin e vendit kandidat. Lidhur me çështjen e statusit, zoti Berisha, kemi diskutuar vazhdimisht bashkë për përmbushjen e 3 kushteve. Keni thënë vazhdimisht që edhe sikur ne ti përmbushim, kanë frikë se s'do na japin. Vlerësimi është pozitiv për të dy palët, edhe për majorancën, edhe për opozitën. Me datën 13/12/2013, ora 17, zhvillohet takimi i kryeministrit me administratën publike në Top. Zoti kryetar, kemi qenë 4 vite në qeveri së bashku. A mund të kujtosh pak një qoftë një moment të vetëm që kryeministrit ketë imagjinuar të mbledh në një sallë administratën? Ky është një turp. Do doja të ftoja ish-kryeministrin deputetin Berisha të vi në mbledhjen që kemi organizuar nesër në Teatrin e Operës dhe Baletit me administratën publike. Është i ftuar nga unë personalisht dhe të shikoj që kemi thirrur këtu administratën për të ndarë me ta vizionin ton, për të bashkëpunuar me ta. Ish-kryetare e Kuvendit Jozefina Topalli i kufizoi akuzat për shkarkime politike te Kuvendi i Shqipërisë, duke i renditur pasardhësit të saj listën me emrat që do të largohen nga puna, por si kundër përgjigje mori gatishmërinë e Ilir Metës për ngritjen e një komisioni hetimor për këtë çështje. Unë sot dua të denoncoj. Deri në këtë moment që po flasim, janë hequr nga administrata Kuvendit të Shqipërisë 45 dhe janë në listë pritjet 20 të tjerë që mendoj të ngremi komision hetimor parlamentar me 2 bashkëkryetar, me zonjën Topalli dhe me zotin Balla, që të shikoj si është zbatuar, si zbatohet ligji, sepse unë nuk e di që kryetari i Kuvendit ka drejt të heqë punonjës të administratës Kuvendit. Të bëhet një hetim i thellë i gjithë shpenzimeve të parlamentit për 8 vjet. Jo, nuk do të merrem me këtë çështje.